Facebook mund të shitet si shqiptare për shkak se Mesierash këndon edhe macedonisht. Na jena diçka pak më stashë se tjetër, absolutisht. Vali i famshëm i aventurave ka shpërthyer në kundër akuza dhe sharje ndaj këngëtares nga Shkupi Altuna Sejdiu Tuna. Njeriu që u bë top personazh i kohëve të fundit me jetën që bën, duket se i ka mbetur atri ndaj komenteve të Tunës në rrjetet sociale. Se si ajo nuk kishte pasur asnjë aventurë me të. Në rrjetin social Facebook, Vali ka thënë se ajo që kishte thënë në emisionin Zonë e Lirë është absolutisht e vërtetë. Madje Vali ka treguar edhe një detaj se si kishte quar selam Tunës se do të bënte seks me të në skenë derisa ajo të këndon, e që më pas sipas Valit, Tuna nga Afrika i kishte dërguar njerëzit të mos e bënte atë gjest, e që ky më pas ka hequr dorë, tregon ai. Vali tha se nuk e kupton komentin e Tunës osa mirë me qenë shqiptar, por se pyet se si ka mundësi që Tuna të ndjehet krenare kur ajo ka gjak të armikut, ka thënë ai. Pak më stashë se tjetër, absolutisht. Për këtë merr shkas këtë këngë që Tuna e këndon në macedonisht. Vali ka thënë këtë vës se Tuna është shumë e vogël për ta quajtur kingun kishk. Vali Corleone ka qenë personazhi absolutisht më i komentuar i showbizit shqiptar javën e fundit, andej dhe këndoi kufire. Kurse na jena diçka pak më stashë se tjetër, absolutisht. Flasim tash për aktorën absolutit të Hollywoodit, Nicole Kidman, e cila është nderuar në një festival